Qoftë lëvduar Jesu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është diel dhe jemi në javën e 15 gjatë vitit liturgjik. Salmet i marrim nga java e 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Krijuesi i lartë i dritës, që shfaq dritën e ditëve, që në zanafill blaton burimin e dritës së re të botës. Që na gjem urdhëron ditën, t'ja lëshoj vendin mbrëmjes. Derdhet ka u si zi, lutjet me lot dëgjoj. Mendja e rënduar nga krimi, të mos mbes pa shpërblim të jetës, ndërsa që se mendon të përjetshme, veten e lidh pas fajësh. Të trokas në zemër të qejve, të nxjerr çmimin i dhënës. Çdo dëmi le t'i shmangemi, çdo ligësi të pastrojmë. Jep na huat plot drejtësi, dhe u bir baraz me Atin, me shpirtin ngushëllimtar, sundues ndër të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, aleluja. Psalmi 110, Mesia mbret dhe mështar. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa t'i vënë miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd, Zoti do ta shtrijë nga Sioni. Sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë ate, në shkëlqime të shenjta, nga krahërori para yllit të dritës, unë të linda. Zoti u përbetua, as se si s'do të pendohet. Ti e prift për amshim, në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhëtimu i do të pi prej projt, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdi Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time. Aleluja. Antifona e dytë. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Psalmi 111, veprat e mëdha të Zotit. Me gjithë shpirt do ta lavdëroj Zotin, nuk u vendin e të drejtëve në mbledhjen e tyre. Të mëdha janë veprat e hyjit, për t'u shqyrtuar prej atyre që i duan. Stoli e shkëlqim është vepra e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. U ngre përmendore mrekullive të veta, i mëshirshëm e mëshirdhënës është Zoti, u jep ushqim atyre që e druajnë, kur se harron beslidhjen e vet. Popullit të vet ja kumtoi fuqinë e veprave të veta, duke u adhuruar pronën e paganëve. Veprat e duarve të tij janë drejtësi e besnikëri, urdhërimet e tij janë të vërteta, të qëndrueshme në jetë të jetëve, të themeluara mbi të vërtetën e drejtësinë. Shpërblimi dha popullit të vet, beslidhjen e vet e bëri të amshueshme. I shenjtë dhe i tmerrshëm është emri i tij, fillimi i dijes është frika e Zotit. Janë të mençur të gjithë ata që veprojnë sipas saj. Lavdia e tij qëndron për amshim. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. I kumtojmë mrekullitë e tua e të falenderojmë o Zot. Antifona e tretë. Hyj mbretëron, atij qoftë lavdia, aleluja, aleluja. Kënga krahaso librin e zbulesës kapitullin 19, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqet e tij janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdërojnë hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni, të vegjël e të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyji ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galtojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia tij. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij. Aleluja. Lavdia Atit e Birit të Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Hyj mbretëron, atij qoftë lavdia. Aleluja, aleluja.
Leximi i shkurtër, letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshta 3 deri 5. Qoftë bekuar hyi ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe, në saje të ngjalljes prej të vdekurish të Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavëshkëm që ruajti për ju në qiell. Për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në saje të fesë, për shërbim që është gati të zbulohet në kohët e fundit. Përgjigja e shkurtër. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit, Ty të qoftë nderi dhe lavdia në shekuj. në lartësitë e qiellit. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I bekuar jeti o Zot në lartësitë e qiellit. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Jezus ju tha nxënësve të vet, ju e morët dhuratën, ti njihni fshehtësitë e mbretërisë së qiellit. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyj shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptorën e vet të përvuajt, qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë domodha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. i tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrëzoi princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mire i mbushi ata që s'kishin që të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërptorit të vet, duke e sjellë në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezus ju tha nxënësve të vet, ju e morët dhuratën, ti njihni fshehtësitë e mbretërisë së qiellit. Lutjet e besimtarve. Me zemra të gëzuara ti lutemi Zotit, i cili botën e krijoi, e ripërtriu me shëlbimin e vet dhe e përcjell me dashuri. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të lavdërojmë o Zot i madh për fuqinë tënde me të cilën e krijove gjithësinë dhe për provanin tënde që shfaqet në jetën e njerëzve. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Nëpërmjet birit tënd, princi të paqes, dhe nga njësit mbi vdekje, lirona nga pikëllimi dhe frika. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Të gjithë atyre që e duan drejtësinë, jep po mundësinë që të bashkëpunojnë në ndërtimin e një bote të re në paqe të vërtetë. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Ndihmo të shtypurit, liroj të burgosurit, ngushëlloj të mjerët, jep bukë të uriturve, forcoj të dobtit, në gjithçka tregoje nganimin e kryqit. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Birin tënd pas vdekjes dhe varrimit, mrekullisht të ringjallë në jetë dhe lavdi, bëj që ata që vdiqën së bashku me ty të arrijnë lumturinë të ti. Ripërtri o Zot veprat e dashurisë sate. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti u tregon dritën e së vërtetës sate atyre që të humbur enden andeje këndej, për t'i kthyer në udhën tënde. Boj që të gjithë ata që e pranojnë si janë të krishterë, të flakin që ka i kundërshton këtij emri, e të pranojnë që ka i përkret në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin.